Territori i Kosovës për datën 22 prill do të karakterizohet nga mod kryesisht i kthjellët, me vranësira të lehta kalimtare dhe një atmosferë të qëndrueshme gjatë gjithë ditës. Temperatura minimale do të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior dhe verilindor me shpejtësi mesatare 5 deri në 10 metër për sekond. Në disa lugina do të ketë herë pas here shtim të përkohshëm të erës deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 11 deri në 23 gradë Celsius. Podujev 11 deri në 22 gradë. Skënderaj 11 deri në 21 gradë Celsius. Pej 12 deri në 23 gradë. Prishtinë 11 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 12 deri në 22 gradë. Malishev 12 deri në 21 gradë. Gjilan 11 deri në 22 gradë. Ferizaj 11 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik 12 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 12 deri në 21 gradë. Prizren 12 deri në 22 gradë Celsius.